Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lushnjë për motive pronësie. Një 39 vjeçar i cili u arrestua nga policia dogji automjetin e një personi me porosi të një 28 vjeçari i cili është në kërkim. Një ngjarje e rëndë për motive pronësie ka ndodhur në Lushnjë ku një 39 vjeçar me precedent penal, i cili u vu në pranga nga policia, dogji automjetin e një shtetasi, me porosi të një 28 vjeçari, i cili është shpallur në kërkim. Dyshohet se konfliktin për motive pronësie e kishte me xhaxhan e pronarit të automjetit të djegur. Sipas njoftimit të policisë, menjëherë pas kallëzimit të shtetasit DV se i kishin djegur automjetin në afërsi të banesës së tij në fshatin Plug, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë organizuan punën operacionale dhe veprimet hetimore për të përcaktuar autorsinë e rastit dhe për të sqaruar rrethanat. Si rezultat, u identifikua, u kap dhe u vu në pranga autori dyshuar i djegjes, shtetasi MB, 39 vjeç, banues në këtë fshat. Gjithashtu u identifikua shtetasi që dyshohet se porositi kryerjen e këtij krimi, AZ 28 vjeç, i cili nga veprimet hetimore rezultoi se ka qenë në konflikt me xhaxhan e shtetasit DV për motive pronësie. Ky shtetas rezulton të jetë jashtë vendit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Shtohen rastet e fëmijëve me çrregullim të spektrit autik në Fier. Drejtori i Qendrës së fëmijëve me aftësi ndryshe Horizont, Enri Lulaj, tha se aktualisht numri fëmijëve autik që trajtohen është 35. Në ditën botërore të autizmit në mbar botën, shqetësi madhor mbetet rritja e rasteve të fëmijëve të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik. Edhe në Qendrën e fëmijëve me aftësi ndryshe Horizont në Fier, nga viti në vit rastet shtohen. Sipas drejtorit të kësaj qendre, Enri Lulaj, aktualisht numri fëmijëve autik që trajtohen është 35. 2 prilli është dita botërore e autizmit, ku në të gjithë botën vërejmë një rritje të numrit të fëmijëve të rrimë me çrregullime të spektrit të autizmit. Në Qendrën Horizont ne aktualisht trajtojmë 94 fëmijë, ndër të cilët 35 janë me çrregullime të spektrit të autizmit. Vetëm këtë vit 2026 ne kemi 12 raste të reja, ndër të cilët 5 janë në spektrin e autizmit. Gjithashtu nismën e fundit të qeverisë për njohjen si vite pune të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar, Lulaj e cilëson si tepër pozitive, pasi prindërit e kanë të pamundur të punojnë se janë të detyruar të shërbejnë atyre. Së fundmi kemi dëgjuar gjithashtu një nismë që qeveria po ndërmerr për trajtimin e prindërve kujdestar të fëmijëve me aftësi ndryshe që të njihen vitet e punës. Është një nismë shumë e domosdoshme, pasi të gjithë jemi të vetëdijshëm që prindërit e këtyre fëmijëve janë të detyruar shumica që të mos punojnë dhe të ju shërbejnë këtyre fëmijëve. Një apel që doja t'i bëja prindërve të fëmijëve në momentin që ata vërejnë një çrregullim, një mos interes të fëmijëve të tyre që në moshën të jashtme apo shprehi të dobta komunikuese dhe ndërvepruese, është të paraqiten prapë specialistit përkatës në mënyrë që ai të bëjë vlerësimin, evidentimin dhe më vonë trajtimin e këtyre fëmijëve dhe këtij spektri. Ndërkohë apeli i kreut të kësaj qendre është edhe për gjithë shoqërinë, e cila për fat të keq ndaj kategorisë së fëmijëve me aftësi ndryshe është bullizuese. Ai ka bërë thirrje për pranim dhe mbështetje në mënyrë që këta fëmijë të mund të japin më të mirën e tyre. Kryeministri Edi Rama në takimin me studentët tha se korrupsioni në Shqipëri është më i madh në perceptim se sa në realitet. Kryeministri Edi Rama në takimin me të rinjt në Turin, BE dhe ti, foli për procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kryeministri tha se antarësimi në BE do t'i ndihmojë ata që të kenë mundësi që të studiojnë në universitetet evropiane njësoj si në Tiranë. Edhe pas antarësimit në BE, ata nuk do të ndihen më të huaj. Juve jeni student, patjetër që mund vendosni të shkoni të studioni jashtë, por në momentin që kaloni kufirin pa vizë, jeni të huaj. Dhe në qastin kur ka përceni pragun e një universiteti, nuk jeni student evropian, jeni student të huaj. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, kjo ndryshon krejtësisht. Juve jeni vendas, si këtu në Tiranë, si në një auditor në Lisbon, apo në Varshavë,
si në një universitet në një nga qytetet e Shqipërisë, ashtu edhe në një universitet në cilin do nga qytetet e Europës. Jeni vendas dhe për këtë arsye nuk paguani më shumë se sa paguajnë vendasit, nuk keni asnjë vështirësi më shumë për të pasur akses në shërbime se sa që kanë studentët vendas. Kryeministri Rama foli edhe për fenomenin e korrupsionit, duke theksuar se perceptimi për të është më i lartë se sa realiteti. Unë mendoj që korrupsioni në Shqipëri sot është shumë më i madh në perceptim se sa në realitet. Jo se në realitet korrupsioni nuk është problem. Korrupsioni është problem. Është problem për atë shkak që thash më parë, që akoma institucionet janë në formësim, sepse çfarë e bën korrupsionin aktiv edhe të suksesshëm në thonjza, po suksesshëm në të keq, është hapësira që ai gjen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në homazhet për 4 të vrarë më 2 prill 1991 në Shkodër. Në fjalën e tij ai pyeti kryeministrin Rama nëse vërtet korrupsioni është perceptim apo vjedhje. U zhvillua sot në Shkodër ceremonia përkujtimore e 35 vjetorit në nderim të 4 të vrarëve më 2 prill 1991. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i pranishëm në ceremoni. Ai është drejtuar me pyetje kryeministrit Edi Rama, i cili në një takim me të rinjt sot u shpreh se korrupsioni në Shqipëri perceptohet më i madh se çfarë është në të vërtetë. Kur më shumë se sot nuk është aktuale, nuk është më aktuale, më frymëzuese sakrifica e martirëve të 2 prillit, martirëve të votës së lirë. Ndaj dhe ne jemi të betur, Partia Demokratike është e betur, se misioni saj kryesor është rikthimi votës lirë tek shqiptarët. Kam besim të madh se Shkodra do përmbush këtë mision më mirë, me më vendosmëri se çdo qytet tjetër i këtij vendi. Studentëve Edi Rama u tha se Shqipëria nuk ka korrupsion dhe se korrupsioni është perceptim. Unë këtu nga Shkodra duhet i shtroj atij këto pyetje. Sarajet e Surrelit o kry hajdut, me themele 720 metra të gjata, me materiale nga më të kushtueshme që ekzistojnë, janë perceptim apo vjedhje. Raporti OSBE-s që të akuzoj se ke depozituar në vitin 2014 200 milion euro në bankat offshore, është perceptim apo vjedhje? Është perceptim apo vjedhje? Djegësi Tiranës, me të cilin janë zhdukur 130 milion euro dhe nuk ekziston tull as nishan. Është perceptim apo vjedhje? Na thoni pak. 500 tendera sekret në kundërshtim me ligjin për bajanakun tënd. Është perceptim apo vjedhje? Paralajmërimi i ambasadës amerikane për sulme të mundshme nga Irani ka shkaktuar debate mes pozitës dhe opozitës në kuvend. Ministri i Mbrojtjes tha se nuk ka vend për shqetësim. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë njoftoi dje se grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë objektiva të caktuara në vendin tonë.
Sot para fillimit të seancës plenare në Kuvend, Ministri i Mbrojtjes Ermal Nifu ka reaguar në lidhje me paralajmërimin e ambasadës amerikane në Tiranë për këto sulme të mundshme nga Irani. Ai tha se paralajmërimi është dhënë nga të gjitha ambasadat amerikane në Evropë, jo vetëm nga ajo në Tiranë. Besoj që kërkesë ka shkuar për të gjitha ambasadat e Shtetit Bashkuar në Europë dhe besoj që kjo vetëm një sekond. Vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, nuk është informacioni saktë. Ndërkohë Kuvendi nisi sot me një debat mes mazhorancës dhe opozitës me paralajmërimin për rrezik sulmesh nga Irani e dhënë dije nga ambasada amerikane. Opozita ka kërkuar mbledhjen e menjëhershme të Këshillit për Sigurimin Kombëtar. Në përgjigje, ministri i jashtëm Ferit Hoxha deklaroi se situata në Shqipëri është e sigurtë dhe nuk ka vend për panik, pasi deklarata të tilla janë të zakonshme nga ambasadat amerikane në çdo shtet dhe se ata janë në kontakt me të gjithë partnerët, përfshirë edhe NATO-n. Unë mendoj se kemi një rast dhe është domosdoshme që sot kryeministri i Shqipërisë duhet të referojë përpara parlamentit shqiptar, duhet të dëgjojë pyetjet e deputetëve shqiptar, duhet të dëgjojë shqetësimet e deputetëve shqiptar në lidhje me këtë çështje dhe të jetë prezent për sqaruar të parlament për çfarë po ndodh, çfarë mase janë marrë, ku po ecet, sepse realisht nuk po shoh një reagim adekuat të qeverisë shqiptare dhe as të presidencës për mbledhjen e Këshillit të Mbrojtjes Kombëtare. Duhet siguroj deputetin shehu dhe gjithkënd në sallë dhe jashtë sallë. Ne ndjekim me shumë vëmendje, me shumë seriozitet, si deklaratat e partnerëve tanë këtu, jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, janë diskutime që bëhen në forumet e ndryshme, por ajo që duhet të them është që vlerësimi që kemi sot, duke ndjekur me vijimësi të gjitha ngjarjet, të gjitha deklaratat, të gjitha zhvillimet, është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Situata e sigurisë është absolutisht e sigurt. Ka pasur një komunikim dje nga zyra e shtypit të kryeministrit, kam shtypin që duhet të qëndrojmë asaj, ndërkohë që ndjekim zhvillimet dhe për çdo gjë të re jam i sigurt që ministri i jashtëm apo ministrit e tjera do të informojnë në rrugën e dur, në kanalet e dura, natyrisht duke qenë në kontakt me kryeministrin, me qeverinë, me presidentin. Nafta rritet me rreth 7% pas fjalimit të presidentit amerikan Trump. Shtohet frika për përshkallëzim të konfliktit me Iranin. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm në tregje ndërkombëtare pasi fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump rriti pasigurinë për ecurinë e konfliktit me Iranin, raportoi Reuters. Nafta Brent u rrit me rreth 6.8% duke arritur në $108 për fuqi, ndërsa nafta amerikane WTI u rrit me $106.5 për fuqi, duke reflektuar frikën e investitorëve për një konflikt më të gjatë dhe ndërprerje të furnizimit global. Rritja erdhi pasi Trump deklaroi se Amerika do të vazhdojë sulmet ndaj Iranit për 2 deri në 3 javët e ardhshme, pa dhënë një plan të qartë për përfundimin e luftës. Kjo uli pritshmëritë për një zgjidhje të shpejtë dhe riktheu tensionin në tregje. Tregjet e naftës mbeten veçanërisht të ndjeshme për shkak të rrezikut në ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik nga ku kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë. Çdo ndërprerje në këtë zonë mund të shkaktojë rritje të mëtejshme të çmimeve dhe presione të reja inflacioniste në ekonominë globale. Zhvillimet e fundit, shkruan Reuters, tregojnë se tregu po lëviz nga optimizmi për një fund të shpejtë të konfliktit drejt një skenari më të pasigurt, ku çmimet e energjisë mbeten të paqëndrueshme dhe të ndikuara drejt për drejt nga deklaratat politike dhe zhvillimet në terren. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.